Kasami që komentoni deklaratën Arben Taravari që u tha se jeni kukulle atë në nazizëm. Arben Taravari ka hallin e tij. Ai ka thënë shumë fjalë më të rënda për Aliun, pacienti, doktori, jep edhe diagnoza. Mu vjen keq një mjek i cili duhet të shëroj pacientët, të shfutur në politikë dhe ka ngecur aty si Liza në botën e çuditërave dhe nuk e din se ku gjendet në pozitë apo në opozitë. Edhe një herë uroj që oponentët tanë të flasin për projekte, të flasin për atë se si do të përmirësojnë jetën e qytetarëve me kandidatët të cilët i kanë propozuar. Do të vinë zgjedhjet parlamentare, do të flasim edhe për tema madhore, por sot ata duhet të flasin se si kandidatët të cilët janë në garë do të përmirësojnë jetën e qytetarëve në Tetov, në Gosivar, Struk, Kumanov, Shkupe, Gjetiu, por fatkeqësisht nuk kanë kandidatët më të mirë, nuk kanë programën më të mirë dhe duke i marrë parasysh gjithë këtë, edhe sondazhet nuk ju dalin dhe sigurisht që tash mundohen duke etiketuar kundërshtarët politik të jenë atraktiv në opinion. Edhe një herë kishte edhe lider tjerë që ishin edhe më atraktiv për opinionin në momente të caktuara, po sot nuk janë në skenën politike.